Nuk më vjen keq për asnjë gjë, ka qenë një garë ku Partia Socialiste ka bërë një super rezultat. Besoj që Po thoni Goku, do ikën parlament. Shiko, unë i kam hyrë politikës për të shërbyer dhe shërbesa mund ta vazhdosh në çdo kapacitet. Si planifikoni se përpara ju keni qenë në fe, ashtu siç i udhëheq Perëndia njerëzit e vet. Do në parlamentin shtator? Çfarë ishte kjo? Keqardhje për që do në parlamentin shtator. Sidomos ju zoti Qefalia, ju dojë kvota gjinore. Kvota gjinore, po është një ligj që kemi miratuar apo jo? Unë albumi me këngë, zoti Gjafaj, se kemi parë fushat që publikohet një këngë. Inteligjenca jote do na sjellë një ditë ato. Maskinara. Do të jeni më në parlamentin shtator? Do jeni më në parlament? Keqare që humbë zoti Plumbi. Keqare që do ju takoj më këtu. Po që nuk do jeni më në shtator në parlament? Ju vjen keq që nuk do jeni më në parlament? Ju lutem tash, janë ca pyetje që nuk drejtohen kështu. A ju vjen keq që nuk do jeni më në parlament? Shtator, më? Sovrani foli pastër, shpejt dhe bukur. Faleminderit. Ju si do vazhdoni aktivitetin politik apo do të tërhiqeni? Unë do vazhdoj në profesionin tim. Karrierën politike kaq herët? Kush ta që po e mbyll karrierën politike? Çfarë do merreni pas? Mendoj që ju penalizojnë Nuk moshuarin në spital. A keni një kërkim falje sot për gjithë qytetarët e Shqipërisë për atë video që e keni fshirë, pa që sigurisht që duke sikur nuk ka qenë e duhura, meqense është hera parë për media. Keni një kërkim falje për gjithë qytetarët e Shqipërisë? Të vetmin, ai nuk është një moshuar, ai është një aktor humori, por mendoj që qartësisht në Tiranë dhe kryesisht jashtë Shkodrës nuk jeni akoma gati për këtë lloj humori. Dhe ju falenderoj shumë për interesin nga media, se ka pas interes media që kam qenë unë aktiv apo jo. Kështu që tani kemi një mbledhje aty. Shkoj ka mbledhje unë patjetër që jam aktiv. Do vazhdoni të jeni politik apo do ktheheni në Angli? Unë në Angli. E kam lënë Anglinë. Të shumë vjen keq, po më shumë se sa keq jam falenderuese të atyre cilët më besuan votën edhe më dhanë mundësinë fakt që të ketë një rezultat shumë të mirë.